Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, mirë se u ktheve, mirë se u gjetët, miq të dashur që jeni, faleminderit që na keni zgjedhur dhe faleminderit që jeni këtu me ne në këtë takim shumë të rëndësishëm. Dëzyrës së shtypit të planeve të larta. Këtë mbrëmje nuk e fshej që jam kaq e emocionuar. Edhe unë, e dini që kur. Nga zyra e shtypit të planeve të larta vjen gjithmonë një moment vërtet, shumë i veçantë. Sidomos shumë intensiv. Që për më tepër, përfaqëson një mundësi të madhe për të gjithë ne, për të qenë së bashku. Kështu, në platformë secili nga shtëpitë e veta, pra, le të themi që ka këtë zhdukjen e hapësirave. Kjo fal teknologjisë. Dhe gjithë këtë, duhet t'ju them që ekziston, edhe sepse më është kërkuar pikërisht ta bëj Ariel, ma kërkoj. Shumë kohë më parë, shumë vite më parë. Të flas në rrjet dhe të mund të flas kështu me të gjithë ju, ndërkohë. Faleminderit shumë sepse shoh që jemi tashmë shumë. Pra, një përshëndetje e dashur. Për të gjithë ju, një falënderim për Richardon ton, i cili është këtu i pranishëm me mua në salon, që shumë miq të mi e quajnë salonin e Arkangjelëve dhe që ka ardhur nga Londra. Pikërisht sepse Ariel pak kohë më parë tha se ai donte të fliste. Me të gjithë ju, më 31 janar, dhe ju e dini që kur Ariel kërkon të flas është sepse në bokë gjithmonë ka e lajmeve e fakteve që trazohen, dhe kështu unë e di që me të vërtet duhet të falenderojmë rrjetin sepse na jep mundësinë të jemi të gjithë së bashku, të gjithë afër, edhe pse larg. Dhe na lejon të kemi kështu edhe mundësinë e një takimi, të një mbështetjeje nga dimensione që nuk janë tona. Dua gjithmonë të kujtoj që nëse ndoshta ka ndonjë mik tonin që lidhet për herë të parë, që nuk e njeh. Historia ime tani po i afrohemi 24 viteve. Të mësimeve që marr nga Ariel, që është kjo entitet nga një dimension tjetër, nga një dimension i pesë si ai. Më konfirmon edhe sot pas dite kemi punuar. Me Richardo para se të bënin këtë transmetim të drejt për drejt, dhe kemi folur pikërisht për këtë aspekt, për faktin që ekziston një hierarki atje, që pra ai është nga dimensioni i pesë, pra po flasim për një dimension shumë të lartë, që shkon përtej asaj që ne gjithmonë e kuptojmë si vizioni përtej. Pra ne kemi në botën, jo materiale. Kush merret me ne, pra me shpirtrat, pra me evolucionin e shpirtrave. Ja, Ariel është në një nivel të pesë që do të thotë se është tashmë shumë lartë. Të asaj dimensioni, ku janë ata që ne i quajmë kryengjëjt për të kuptuar, sepse gjithmonë duhet bërë një dallim midis asaj që është vizioni i mendjes njerëzore për përtej, domethënë për dimensionet e tjera, përveç dimensionit toksor, dhe ato që janë realitetet e vërteta, por janë gjithashtu realitetet dhe dimensionet që ne mund t'i përjetojmë pikërisht sepse ne jemi nga kjo dimension, që është një dimension më i ulët. 24 vjet më parë, pothuajse, saktësisht në një shoqat ku ishte, atëherë nuk ishte Richardo, ishte një tjetër, kanali. Që ka një person tjetër që kanalizonte Aria, që ishte Francesco. Shumë prej jush e din, sepse gjithsesi në librin 2 duar 2 krah, interviste jashtëzakonshme me një arkangjel, që është libri ku ju mund të gjeni gjithë historinë time. Dhe me atëherë ishte Francesco që bënte, që ishte pikërisht, unë them me shaka, modemi, pra, ishte Francesco që kanalizonte. Pastaj Francesco vendosi të mos vazhdonte më këtë rrugë, e dini, nga planet e larta. Janë shumë më demokratik se ne, dhe kështu shkuan të kërkonin diçka që mund të zëvendësonte.
Francesco, për të vazhduar këtë projekt. Që ishte projekti i shpirtit tim, pra të bëja pikërisht atë që po bëj tani, zyrën e shtypit të planeve të larta, ku më parë, pra 24 vjet më parë, unë bëja një punë si gazetar dhe kështu bëja zyrën e shtypit të planeve të ulta. Të tokës. Dhe kështu. Nuk dua të zgjatem më tej, për historinë time që, përsëris, mund ta gjeni në ky libër ku për më tepër unë bëj bamirësi me të drejtat e mia, pra nuk kam interesa. Termi dhe termi. Pas fjalëve që ju them. Madje, nëse duhet të bëni një dhuratë, dhuroni atë libër, sepse në atë libër është gjithë kuptimi i jetës dhe vdekjes, pra nuk ka një dhuratë më të mirë që mund të bëhet përveç se të bëni atë ku të paktën një titull ku mund të bëhet një dhuratë. Intuitivisht mund të kemi një mundësi për të kuptuar kuptimin e jetës dhe vdekjes. Çështje ekzistenciale drejt të cilave të gjithë priren dhe që filozofët më të mëdhenj të historisë i kanë përshkruar përpara dhe brapa me shumë teori. Mirë. Pra sonte jemi këtu sepse Ariel ka kërkuar të flas me ju, dhe kështu unë natyrisht jam shumë i lumtur që jap mundësinë të gjithëve ju të dëgjoni atë që ai ka për të thënë. Siç e dini, nuk janë kohra. Në vizjep. Shumë të ndritshme, ato që po jetojmë, le të themi që për disa aspekte është kaq e qartë që njeriu nuk ka mësuar shumë nga historia, që vazhdon të përsërisë disa. E them këtë sepse janë duke pritur. Dhe janë. Mas pyet. Duke parë. Tani. Por dhe Riccardo, pra po ndjek. Riccardo. Sepse, po, fillon të hyj në trans. Dhe kur do të shoh që ka ardhur Ariel, do t'ja kaloj fjalën Arielit dhe do të dëgjojmë ka thënë ai. Do të ketë për të thënë për të gjithë ne, po ju thoja, me një andlist, 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 andlist, me një andlist, andlist, me një 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 ang. Me këto kohë me po. Përjetojmë pikërisht disa ngjarje, kemi një aktualitet që na paraqet skenar mjaft shqetësues. Dhe Ariel, si zakonisht që tani shoh se kam bëritur, dhe jam shumë e lumtur të mund t'ja lë dhe t'ja dorëzoj vendin atij. Pra, kur ai vjen sepse pikërisht vjen për të na dhënë mbështetje. Ai gjithmonë arrin, kur jemi në vështirësi, ai kërkon të flasë. Dhe kështu kjo është me të vërtet një ndihmë e madhe dhe është shumë bukur të dish që kemi mundësinë, siç ju kam thënë më shumë se një herë, të jemi me të vërtet të ndihmuar. Dhe të ngushëlluar dhe të mbështetur dhe të ndihmuar në kuptimin se si të menaxhojnë kohët që ne duhet të jetojmë. Është me të vërtet një dhuratë e madhe, ajo, që ne mundemi, nga e cila ne mund të përfitojmë. Mirë, unë do të thosha që tani mund të largohem, mund të lë të ardhura, mund t'ja lë vendin Arielit dhe më pas. Unë tërhiqem dhe ju lë mund të them në krahët e tij. Mirë, faleminderit të gjithëve që jemi më vonë. Faleminderit të gjithëve. Është një nder i madh për mua të jem këtu përpara të gjithëve ju. Siç tha i dashuri im, nuk jemi larg. Do
jetoj në një dimension shumë të lartë. Por të mua dhe vëllezërit e mi është gjithmonë një kënaqësi dhe nder që të mund të vi këtu, nga ju dhe me ju, për të folur, për të dashur, po, për të dashur. Sytë tanë shohin gjithçka që është në zemrat tuaja. Ne shohim që shumë më në fund kanë kuptuar se sa është keq. Por të tjerë kanë ende nevojë për pak më shumë kohë. Jeta juaj e vrosme. Ndonjëherë, ju shpërqendron nga detyra e shpirtit tuaj që ka vendosur. Një ditë të bukur të kthehet në nivelin tuaj, këtu. Dhe në këto periudha, në këto kohë, që ne i quajmë thjesht cikle, shumë gjëra po ndryshojnë. Historia e njerëzimit në sytë tanë është magjepsëse. Unë i them syve tanë, sepse jemi vërtet shumë. Shumë që ju duan. Shumë që ju duan vërtet. Dhe shoh tek të gjithë ju që thirrja jonë, kënga jonë e dashurisë, vibra në zemrat tuaja, në shpirtin tuaj. Një ëndër, një thirrje e harmonisë e ekuilibrit. Ky është një nga detyrat e mia. T'ju sjell ekuilibrin në këtë periudhë, në këtë epokë. Çfarë ekuilibri nuk ka? Ata që duan t'ju informojnë nuk ju sjellin lajmin e mirë, por përpiqen t'ju ndajnë në vend që t'ju bashkojnë, të urejnë në vend që të duan. Dhe është për këtë arsye që ka nevojë për ndihmë nga qielli. Pa dyshim, po jetoni një periudhë të rëndësishme në ciklin e njerëzimit. Disa prej jush mendojnë se ka ardhur fundi, por nuk do të jetë kështu. Toka ka ende shumë vite. Shekuj, mijë vjeçar për të jetuar. Edhe njerëzimi. Por në këtë moment të saktë keni një mundësi të madhe që paraardhësit tuaj, njerëz, shpirtra që janë mishëruar, dekada dhe qindra vite më parë, nuk e kam pasur këtë mundësi.
Shumica e tyre nuk e kanë pasur këtë mundësi. Tani e keni. Është ekuilibri. Qelësi. Zgjidhja. Për të kaluar. Ato dyer. Apo ato portale. Që edhe më i larti i priftërinjve. Ka vendosur t'i hapë. Ai e pyeti Pellegrinin. Të kalojnë ato që ju i quani porta e shenjtë. Por nëse vazhdoni, të mendoni se është vetëm një derë. Kjo nuk do t'ju ndihmoj. Kalimi. Që vërtet shpirti juaj ka nevojë. Është kalimi përmes vullneti. Është harmonia që brenda jush është bllokuar nga ngjarjet e jetës. Shumë prej tyre, shumë nga këta njerëz ju kanë bërë të besoni atë që nuk është e vërtetë. Kujtoni gjithmonë fjalët tona. Jeni shpirtra të mrekullueshëm. Jeni realizimi më i lartë i një plani që as ju nuk e imagjinoni. Por, fatkeqësisht, disa prej jush kanë zgjedhur, fal vullnetit tuaj të lirë, të mos bashkoheni, të mos jeni të ekuilibruar dhe të krijoni ato situata ku për disa prej jush japin mundësinë për të ndryshuar dhe për të tjerët japin thjesht mundësinë për të jetuar ose për të duruar vullnetin e të tjerëve. Ja, të dashur miq dhe vëllezër të mishëruar, ka ardhur koha për të kuptuar, për të zgjuar. Nuk keni qenë kur letargjik, por nuk ju është mësuar kur, nuk ju është shpjeguar kur. Nuk ju është dhënë kur mundësia. Për të vërtetë, për të kaluar, por mbi të gjitha për të kuptuar. Ajo që ju e quani porta e shenjtë. Jezusi i mirë. Dhe flas për të, sepse ky prith suprem, Papa, ka dhënë mundësinë për të reflektuar në mendjet tuaja këtë pelegrinazh brenda jush. Por fjalët tona inkurajojnë edhe më shumë në rizbulimin. Çfarë ka vërtet brenda jush? Të jetoni dhe të lini të jetojnë. Të duash dhe të jesh i dashur. Por, gjithashtu, për të ndarë.
Disa kanë vendosur të mos e bëjnë. Ne e respektojmë këtë. Por ne mund të ndërhyjmë thjesht dhe t'ju bëjmë të vetëdijshëm kur ka shpirta. Të ngjashëm me ju dhe të mishëruar. Si ju. Që po kërkojnë. Në shumicën e rasteve në nivel të vetëdijshëm dhe e dinë saktësisht. Se për të mirën e disa. Të tjerëve do të duhet të vuajnë. Por kjo është thjesht. Më ligj. Nëse mund ta quajnë kështu. Krijuar nga ju dhe njeriu. Në shtëpinë tuaj të origjinës. Ka barazi. Balancën. Dhe pikërisht kjo është. Ajo që po përpiqem t'ju bëj të kuptoni. Nga unë. Dhe nga vëllezërit tanë. Dhe nga të gjithë ata. Që jetojnë në harmoninë e universit. Një harmoni që shpirti juaj e kupton. Ne nuk do t'ju tregojmë kurrë. Çfarë duhet të bëni? Por do të mbrojmë. Atë që është e drejtë. Dhe atë që ju mund të kuptoni. Në sytë tanë. Asnjëri prej jush. Nuk është më i mirë apo më i keq se të tjerët. Por përkundrazi. Po përballeni me një rrugë të zgjedhur nga shpirti juaj, duke ju dhënë mundësi sidomos përmes vështirësive të mëdha, që për fat të keq, ky cikël do t'ju çojë. Por nëse në njohurinë tuaj, në urtësinë tuaj, por mbi të gjitha në zemrën tuaj, filloni të kuptoni se gjithçka që po ju ndodh dhe që mund të ndodhë është sjellë në shumicën e rasteve për t'ju bërë të kuptoni. Atëherë do të jetoni këtë cikël dhe nuk do të duroni, apo do të vuani, apo do të jeni sklever të një sistemi që nuk ju jep lirinë, por ju mashtron. Mos u shqetësoni. Nga nesër nuk do t'ju dalin krahët nëse do të kuptoni fjalët e mia. Por, sigurisht, do të filloj një proces i brendshëm në shpirtin tuaj, që në shumë prej jush tashmë ka filluar. Për të pastaj zbuluar plotësisht ndërgjegjen tuaj. Dhe pjesa e intelektit do të filloj të kuptoj se kush është aty me ju dhe për ju. Nuk do të jetë vetëm kundër jush. Dhe kush është aty është përshkruar si armiku që duhet luftuar. Në realitet. Po përpiqem t'ju shpjegoj një mësim që mendja juaj ende nuk e kupton. Por kjo njohuri do të vijë shumë shpejt. Sytë e mi. Ata shohin tek ju.
Bukuria është më e madhe se ajo që krijuesi ynë bën. Në këtë dimension. Po, ka shumë dimensione. Së shpejti. Dimensione të tjera do të zbulohen për ju. Janë këtu, prej shumë vitesh, por përsëri ngurtësia e disa njerëzve. Ka kërkuar gjithmonë të injoroj dhe të mbizotëroj. Kujtoni fjalët e mia. Balancë, barazi, pranimi, bashkim. Dhe shumë prej nesh, në shumë nivele, ata po afrohen me ju. Ndonjëherë në njerëzimin, ka nevojë për ngjarje shumë të forta, për të zgjuar, njohuri, shpirtra të thjetur, gjysmë të fjetur, ose shpirtrat që mendojnë se nuk kanë ende krah, si tonat, por madje të kenë krahët e aeroplanëve me turboreaktor. Dua t'ju bëj të qeshni pak, sepse shumë prej jush nuk buzëqeshin. Dhe është edhe buzëqeshja arma e parë. Aleate për ju, por jo për të luftuar, por për të përqafuar. Shumë mendime, shqetësime. Por detyra jon është të sjellim qetësi. Kush me të vërtetë po fillon të kuptoj, nuk do të ketë ligj në tokë. Nuk do të ketë pajisje, urdhër që do të arrijë ndonjëherë të pengoj. Atë shpirt të jetoj dhe të rritet në këtë dimension. Keni nevojë për porosi, për skema, tabelat organizative. Mendja juaj ka nevojë për shumë gjëra. Mendja juaj ka nevojë të di emrin tim. Ai duhet të di sa lumenj kanë krahët e mi. Por nuk është e rëndësishme. Mos u përpiqni të jepni shpjegime logjike dhe racionale për gjithçka që ndodh. Në jetën tuaj dhe në jetën e atyre që janë pranë jush. Por përkundrazi, besimi, zemrën tuaj, të rreshtuar, shpirtin tuaj, me atë që vërtet ka bërë gjithçka për ju për t'u siguruar që jeni këtu, në këtë moment. Kur jeni para syve, edhe kur jeni brenda një dhome ku nuk mund të dilni, ku ka dyrë që nuk do të hapen kurrë, ose ka dyrë të padukshme që janë brenda jush. Kujtoni se gjithmonë ka dikë që ju do dhe po ju do. Nuk ekziston burg që mund të mbaj shpirtin. Nuk ekziston burg
materiale jo materiale apo madje energjetike në nivele që ndërgjegjja juaj në nivel kuantik as nuk mund t'i kuptojë. Fuqia dhe mjesia e shpirtit tuaj mund t'ju japë gjithçka që ju nevojitet në këtë jetë, tani. Por fatkeqësisht mendja juaj ende nuk e di. Si që thash pak më parë, në sy tanë jeni të gjithë të barabartë. Nuk ka dhe nuk do të ketë kush është ngritur më shumë se të tjerët. Por ka padyshim një obser e ka vënë veten në diskutim, ka filluar të bëjë pyetjet e duhura, ose siç thon disa prej jush, jeni në rrugë. Dhe unë këta dua t'ju them nga thellësia e zemrës sime që zemra ime është shumë e madhe. Vazhdoni të ecni. Vazhdoni të bëni pyetje. Mos u kënaqni me përgjigje që nuk dridhen në shpirtin tuaj. Dhe kur i keni kapur dhe janë brenda jush, dijeni se këto nuk do t'i harroni kurrë. Dhe ndajini ato. Ndarja. Pranimi. Gjithçka që mund të sjellë ndihmë vendarje. Jo vetëm që do të ndihmoj ata që do të jenë pranë jush. Nuk do t'ju ndihmoj së pari ju. Sepse brenda teje ka shumë më tepër se sa mendoni. Nuk jeni thjesht një trup me organe. Nuk jeni thjesht femra apo meshkuj të bukur. Apo vajza apo djem të rinj. Jeni shumë më tepër. Shumë më tepër. Fjalët e mia mund të duken të artikuluara në koncepte, por mendja juaj vibron. Disa nga informacionet e mia dhe ky është detyra ime për këtë mbrëmje. Zgjimi. Përgatitja. Jo për kataklizma bërthamore, si në fytyrat tuaja ata mendojnë, por padyshim për një cikël të ri që nuk do të sjellë harmoni, por mund të sjellë shumë për ata që fillojnë të kuptojnë. Dhe vërej që ngihemi. Unë shoh që shumë prej jush do të fillojnë të kuptojnë. Kujtoni ciklin e kuptimit. Nuk është i menjëhershëm. Fillimi i shkëndijës së shpirtit tuaj. Të kuptuarit e asaj që ka nevojë, të kuptuarit e asaj që dëshiron për të evoluar. Do të jetë i menjëhershëm. Por
Ka një proces të gjatë që mendja juaj të arrijë ta kuptojë dhe ta jetojë atë. Jetoni në një epokë interesante në disa aspekte, por edhe e vështirë. Mos shiko anën më të keqe të jetës. Pse? Në çdo moment errësire. Nga ana tjetër, ka gjithmonë një dritë që reflekton atë që errësira nuk ka sjellë. Por për disa, jo shumë prej jush, ka nevojë të përballen me shtigje të rëndësishme. Nuk do të duhet të ecni në një lugin të errët, por përkundrazi të dini se ajo lugin që duhet të përballeni me një rrugëtim të komplikuar shumë kohë më parë kur lugina ndriçohej nga dielli. Dhe në ciklin e përballuar tjetër, dielli do të kthehet. Shumë vite më parë, kur isha fëmijë, njeriu shpiku rrotën. Rrota ishte thjesht përfaqësimi i cikleve. E gjithë njerëzimi do të jetojë në bazë të cikleve, por jo cikle të diktuara nga ne. Cikle që janë kryesisht të krijuara, të menaxhuara nga vullneti i njeriu, kur njeriu nuk kupton dhe nuk dëshiron të kuptojë. Atë që na ka krijuar. Për disa prej jush e quani universin. Ju jep mundësinë të bëni një xhiro tjetër. Dhe cikli fillon përsëri. Jo për të gjithë, por cikli fillon përsëri. Derisa disa cikle ndalojnë sepse janë kuptuar. Shumë prej jush studiojnë ciklin e inkarnimeve. Atë që tani është pranë jush. Shpirti juaj i dashur udhëzues. Ai është shembulli kryesor i përfundimit të një cikli të reinkarnimeve. Shpirti juaj i dashur udhëzues ka kuptuar gjithçka që shpirti i tij duhet të kuptojë në këtë dimension toksor ose në të tjera. E përsëris në këtë dimension toksor dhe të tjera. Disa prej jush kanë mendje madhësinë që planeti Tokë është i vetmi vend ku Zoti i mirë ka sjell jetën. Universi është i pafund dhe ka shumë lloje jete. Edhe unë jam një lloj jete, nëse mund ta quajmë kështu, ku kam mundësi, si shumë nga vëllezërit e mi, të komunikoj me ju, me njerëz që vijnë në shërbim, me shumë vështirësi shumica, për t'ju sjell këto informacione. Jeta jonë nuk ka qenë gjithmonë ndryshe, ka lindur në vende të tjera, në vende të tjera. Është për këtë që ne shumë herë
ata që ne i quajmë lajmtarët e vërtetë. Ju kërkojmë të përqendroni vëmendjen në jetën tuaj aktuale, sepse është në jetën tuaj aktuale tani që shpirti juaj ka dëshiruar të mishërohet, për të gëtuar dhe mësuar. Jo për të vuajtur gjithmonë, për të dashuruar, për të ndarë, për të përqafuar. Sa për jush sot kam përqafuar dikë? Kjo është një pyetje e vështirë. Dhe përgjigjja do të jetë edhe pak më e vështirë. Filloni të përqafoheni. Filloni vërtet të doni njëri tjetrin. Nuk është përmes zvogëlimit, zemërimit, xhelozisë. Duhet të fitoni atë që dëshironi. Nuk është përmes largimit, zinxhirimit, kontrollit. Përmes persekutimi dhe internimit që zgjidhen problemet tuaja. Nuk është përmes putivuar. Atë që është më e mira nga ju për të tjerët. Pregoni dhe bëni të vetëbishëm dobësitë tuaja. Kërkoni falje. Falënderoni. Ndihmoni. Të që nuk janë si ti. Të jemi mbi atë që ju e quani mendimi i përbashkët. Në sytë e atyre fëmijëve që duart tuaja ju bëjnë të shimi, që nuk kanë më një shtëpi, që nuk kanë më asgjë. Çfarë mendoni se ka? Dhe pse atyre, pikërisht atyre, fëmijë të vegjël, nuk kanë më asgjë. Dhe me këtyre shpirtrave, këtyre fëmijëve, i ndihmojmë padyshim. Por ajo që unë po ju them juve, gjeni ekuilibrin. Veprim, zgjohu. Ne nuk e themi, sepse ata tashmë po e bëjnë. Sepse jeta, sepse një njeri ose njerëz. Kundër dëshirës së tyre, ata bën që kjo të ndodhte për ta. Pra, kjo është ajo që ju e konsideroni të keqe. Mi kanë. Nga mësimet shumë, të mëdha. Dhe atyre. Që po. Mbjetojnë. Para një televizori. Që nuk po jetojnë. Nuk kanë më stimulli. Nuk kanë më dëshirë. Janë këta. Fjalët e mia, puna më e madhe që po bëjmë të gjithë ju. Bëni një hap. Dhe pastaj bëni një tjetër. Por pa shikuar tokën që ju mban.
sepse jeni të vetëdijshëm për tokën. Mund ta shihni, mund ta ndjeni, mund ta prekni. Dhe disa prej jush gjithashtu e shkatërrojnë e respektojnë. Por shiko lart. Komendja juaj nuk mund të arrijë dhe nuk do të mund të arrijë kurrë. Po ndërtoni pajisje për të shkuar në planet të tjerë. Por nuk arrini të kuptoni se distanca reale nuk është përmes kësaj metrike apo këtyre pajisjeve, por është në shpirtin tuaj. Shikoni lart. Për disa prej jush shumë penë tashmë kanë rënë. Të tjera do të vinë, por për t'ju bërë të kuptoni se po, ne jemi aty me ju gjithmonë. Por engjëjt e vërtet janë brenda jush. Ata engjëj që mund të fluturojnë. Ata engjëj që edhe nëse shtëpia është shkatëruar, din ku të jetojnë. Ata engjëj që edhe nëse do të mbeten vetëm, din që nuk janë më dhe nuk do të jenë kurrë. Ata engjëj që kanë duart dhe këmbët aq të ndotura që as nuk e njohin ku ka shkuar trupi i tyre. Ata engjëj që kanë mbetur në rënojat për ditë të tëra. Dhe engjëlli i tyre mbrojtës. Ai mbiste engjëj të tjerë, njerëz të tjerë, për të bërë që të mund t'i ndihmonin. Shoh në mendje tuaja fjalë shumë të forta. Shkatërim, apokalips. Jo. Nuk është në detyrën tonë të sjellim këtë. Shumë libra të shkruar nga ju, nga njerëz para jush. Nuk është gjithmonë menduar që trumbeta jon vjen për të sjellë shkatërimin, por është krejt ndryshe. Ne vim për të sjellë jetën. Vim për të sjellë dhe për të treguar cila është rruga ku duhet të ecë. Por nuk mundemi ne të bëjmë për ju rrugën. Ne thjesht mund t'ju tregojmë cilën rrugë të thërrisni. Pak më parë, përsëritet për të ngritur shikimin drejt qiellit. Aty është tashmë një fillim i mirë. Dhe gjithmonë kujtoni. Ajo dashuri është mbi gjithçka. Dashuri. Ajo që ju në Itali thërreu me shkronjën atë madhe. Dhe të dashurit tuaj, ose edhe ata që kanë jetuar shumë pak debate zemre në dimensionin tuaj toksor. Jo gjithmonë pranë jush. Nuk jeni vetëm. Sistemi që ne shohim nuk bazohet në vetmi. As toksore, as shpirtërore.
por ishte nga emisioni toksor, që ndonjëherë dhe më shpesh krijohet ndarja dhe vetmia. Unë kam folur për kafaze, për burgje, për shtypje. Shpirtra të mishëruar, në dimensionin tuaj kanë jetuar. Në qeli të pak metra. Por shpirti i tyre, zemra dhe mendja e tyre ishte e lirë. Dhe është kjo një nga shembujt më të bukur që më ka ardhur të sjell. Liria e shpirtit. Balanca dhe harmonia. Mos mendoni vetëm. Çfarë do të ndodhë? Por jetoni aty që duhet të ndodhë. Asnjë nga ju nuk ka aftësinë të ndryshoj disa ngjarje. As ne nuk e bëjmë. Nuk mund ta bëjmë. Por pse thjesht? Rregulla. Disa regjistra të krijuar nga hyjnorja, ajo që ju e quani hyjnore. Sjellin në ekuilibër, duke dhënë një pjesë dhe duke hequr nga një tjetër. Nëse keni shumë, ky bilanc do të bëj që të lehtësoheni. Nëse keni shumë ose pak, këtë bilanc do të bëj që të keni lojra të drejta. Shumë prej jush po përpiqen të gjejnë një ekuilibër, por është racional. Gjeni atë në mendje, gjeni atë brenda jush dhe jo në mendje. Gjeni në shpirt. Dëgjoni përsëri fjalët e mia. Shumë herë. E di që mund të duken të ndërlikuara. E di që mund të duket gjithçka e vështirë ose e pamundur. Një entitet i nivelit të 5, si është, etiketoni pa një trup fizik. E janë i këtu, në dimensionin tuaj për të folur, përmes një njeriu. Gjithë kjo është racionale për kurat mendjet. Por përpiquni të shpjegoni fizikën kuantike. Paraardhësve tuaj do t'ju thonë që është e pamundur. Në ditët, muajt dhe vitet e ardhshme, shumë do të zgjohen. Dhe shumë prej nesh do të vinë për të folur, për të qenë afër. Dhe mbani mend, asnjëri prej nesh, ata që jetojnë me mua, në sallën e engjëjve,
por jo këtë. Atë ku banoj unë. Nuk do t'ju zbulojnë të ardhmen, ose ata do të heqin të gjitha problemet tuaja. Por përkundrazi, ata do t'ju ndihmojnë të jetoni problemin me një ndërgjegje dhe njohuri të ndryshme. Ne jemi shoqërues, mbështetës, jo vigjilent ose lajmtar të apokalipsit, por historia e parë kështu. Ju falenderoj nga thellësia e zemrës sime që më dëgjuat. E di që shumë për jush duan të më pyesin diçka. Dhe jemi mirë. Ja ku jemi. Arjen i dashur. Ndërkohë, ka nga ata që pyesin hapur, por pra, cilat janë lajmet e fundit nga universi për ne? Si që di, këtu jemi të gjithë pak të shqetësuar për skenarin aktual. Faleminderit. E kam kuptuar mirë se çfarë ke dashur të thuash, ndoshta duhet të forcojnë pak më shumë. Imazhi, fotografia. Ja, le të themi, ne e dim që ju nuk na tregoni kur me detaje se çfarë ndodh, sepse kuptimi i jetës është të jetosh jetën apo jo. Pra, jo. Ju nuk vini të na tregoni se çfarë ndodh. Vini të na jepni këshilla për tu përgatitur për të jetuar. Faktet që duhet të ndodhin. Dhe tani e din që ka disa skenar si që ke lënë të kuptohet. Duhet të mendojnë se po. Fillojnë të jetojnë një cikël të ri që do të jetë një cikël i madh transformimit, i madh rritjeje, dhe kështu edhe i konflikteve të mëdha ku do të shohim. Edhe gjëra që nuk flasin për ekuilibër, dashuri, pranueshmëri, siç thoshe ti, i dashur Ariel. Njerëzit mund të kenë ndonjë përforcim tjetër, për ato që do të thotë, ose vizioni i kohërave të ardhshme. Është pikërisht kështu. Bebe, nuk mund t'ju zbulojnë gjithçka. Siç kam thënë më parë, jemi këtu. Për t'ju shoqëruar, por e kuptoj gjithashtu shqetësimin tuaj. Dhe e kuptoj gjithashtu që mendja juaj ka nevojë të përfytyrojë. Një skenar të ardhshëm. Aftësinë tonë për të përshkruar nuk mund të jetë 100, sepse do të shkelin disa ligje të rëndësishme. Nuk mund të fen që informacionet që ju jepen ju pëlqejnë, ju qetësojnë. Vajtjeni gjetur. Një kompromis. Nuk janë të sakta, e vërteta. E të gjitha këtyre luftrave që janë nisur në këtë epokë.
Se cili prej tyre nga ata që i kanë nisur këto konflikte dëshiron thjesht dominimin mbi tjetrin. Dhe Maple 3 do të ketë ndryshime më të rëndësishme kudo të zbunjohen. Sipas situatave të nevojshme, por nuk janë të nevojshme për njerëzimin. Për njerëzimin janë të nevojshme për popullin e disa. Shoh që disa prej jush kanë frikë nga armët. Mjafton të ikin. Para disa vitesh është përdorur një armë, por jo një armë mekanike, një armë bakteriologjike e krijuar, pikërisht për të azgjësuar një lloj të caktuar të personave. Ka ndodhur gabimisht dhe nuk u krijua nga natyra. Dhe vetëm pas disa vitesh, pak e vërtet u zbulua. Por ajo që duam të bëjmë të gjithë me të vërtet dhe është me të vërtet e rëndësishme për ne. Nuk është për t'ju trembur. Ose le t'ju tregojmë cila do të jetë pandemia e ardhshme, cilat do të jenë kufizimet e ardhshme, cilat do të jenë detyrimet e ardhshme, sepse edhe në atë periudhë të ndolikuar dhe të vështirë, shumë prej jush ndoshta janë zgjuar. Dhe është pikërisht në këtë zgjim që shpirti juaj fillon të shkëlqejë. Dhe në këto momente ku një baba familjeje së bashku me disa të mbjetuar shkojnë për të pushuar, për të kthyer në shtëpinë e tyre e cila tani nuk ekziston më. Në këtë pjesë të globit, në Itali, afër Italisë, nuk do ta vuani këtë. Por në pjesë të tjera të botës tashmë po ndodh. Nga kjo pjesë nuk do të përjetojmë disa gjëra që në vend të kësaj në pika të tjera të globit të tokës nuk u jetuan. Kjo nuk na bën të lumtur në kuptimin që nuk duhet të ekzistojë ky skenar. Si ai që është para syve të ansovëve që në lidhje me të ardhmen mund të jetë edhe më i ndolikuar dhe më i zgjeruar. Me disa kombe. Siç thuhet në luftë. Le të themi se nuk ndihen era paqeje, por më shumë era lufte në këtë moment. Po, si të thua ti. Por çdo erë, edhe nëse është e luftës, mund të sjellë paqen. Sepse lufta fillon brenda jush.
Cili një armë jashtëzakonisht të rëndësishme, të cilën disa prej jush tashmë e përdorin me famë. Është lutja. Ajo që është lutur dhe dëshiruar. Por namazi është ajo që vjen nga zemra. Ajo që nuk ka fjalë. Ajo që nuk kërkon një refren të thjeshtë. Ajo mund të ndryshoj. Mund të jap shumë. Shumë. Disa për jush, para disa vitesh, faleminderit, kanë jetuar. Atë efekt bakteriologjik të modifikuar ku kanë vuajtur. Por nuk kanë vdekur. Nuk kanë mbetur në pushime. Janë forcuar. Kjo sepse vizioni që shpirti kishte për këtë ngjarje. Përmes. Jo vetëm përmes lutjes, por edhe kuptimi. Dhe ajo që vibron në çdo shpirt tuajin. E bëri të mundur. Keni vazhduar të jetoni jetën tuaj. Dhe kjo gjë do të ndodhë gjithmonë në ciklet e tokës. Ndonjëherë nuk kam buroj që mund të ndaloj çdo shigjet, por ka të zemër që rreh pa ndërprer e pa lodhur, plot shpresë dhe e pamposhtur si një farë në natë. Cila mund të ndaloj çdo luftëtar. Dhe kjo është arma e vërtet. Nëse duam ta quajmë kështu. Për të cilën keni vërtet nevojë. Ja, ti thua me të drejtë se ajo që ka më shumë rëndësi se çdo gjë tjetër. Ajo që na lejon të fitojmë çfarëdo qoftë është se si jetojmë ne. Brenda nesh. Kjo vizioni jetës sonë. E asaj që jemi ne me të vërtetë. Kaq të përkohshëm në këtë dimension. Gjithmonë kujtoj se ne nuk jemi ky trup. Do me thënë, ne nuk jemi vetëm ky trup, ne jemi kryesisht një shpirt. Dhe kundër kësaj vizioni, nuk ka askush që mund të fitoj. Saktësisht. Pra, është gjithmonë e rëndësishme që në këto periudha, në këto kohë, përballë situatave kaq kritike, sa më të fortë të jemi brenda, aq më shumë dim të përballemi. Po, saktësisht. Po. Saktësisht se është përmes kësaj forcimi të brendshëm që mund të kapërceni çdo lloj lufte. Çdo lloj të paftësisë dhe të bllokimit. Kujtojeni gjithmonë. Nuk ka dhe nuk do të ketë një burr që të jetë superior një njeriu tjetër.
Vetëm ai që është hania me të vërtetë mbi ju dhe mbi mua mund të ndryshojë me të vërtetë. Asgjë. Por këtu, ai që është i paaftë ka një zemër të mbushur dhe të realinjuar e dashurisë, me një pamje të thjeshtë. Ushtria. Ose, për shembull, një blok ushtarësh, për shembull, kujtojeni. Dhe ju lutem, lutuni me shumë kujdes, vëmendje dhe dashuri për ata që i quani ushtarë, që kundër popullsisë vuajnë qartë dhe padyshim një vullnet që nuk dëshiron historinë. Më bëri të kuptoj dashurinë. Të gjitha misteret tuaja, lutjet tuaja dhe dëshirat e atyre që kanë ardhur para jush. I kanë gjithsesi për të gjithë. Jo, për punën tonë. Jemi të aftë të bëhemi luftëtar. Bëhuni luftëtar të dashurisë. Pasuroni shpirtin tuaj. Një zemër. Një shpirt i ringjallur. Nuk mundeni asgjë në dimensionin tuaj. Për ata që me të vërtetë janë në harmoni dhe në pajtim. Vinë në ndihmë gjithmonë. Dhe shumicën e kohës edhe kur nuk jemi thirrur. Sepse nga sytë tanë është e mundur të shohim shkëlqimin të shpirtit tuaj. Ju përsëris për herë të tretë. Nuk ekziston burg. Nuk ekziston qeli apo dhomë që mund të japë një shpirt, një zemër e pastër. Faleminderit, Gary. Shiko, ekziston një pyetje që, sipas mendimit tim, intereson vërtet të gjithë. E dim që tani, këtu, në tokë, po përgatitet edhe një ndryshim i madh. I madh sepse do të na vendos përballë problemit të mashtrimit. Dhe konkretisht po flas për inteligjencën artificiale, e cila është krijuar pikërisht nga njeriu dhe që, me të vërtetë, do të molë të ofroj shërbime, por do të jetë me të vërtet një mundësi e madhe për të ofruar një avantazh, siç thuhet, atyre që janë në anën e hijes dhe jo të dritës. Me inteligjencën artificiale mund të bëhet gjithçka, për mirë dhe për keq, në thelb, për çdo gjë. Saktësisht është një mjet dhe në duart e gabuara, si çdo mjet mund të krijojë probleme në vend që të ndihmojë. Mendoni thjesht për një thik të thjesht kuzhine, që mund t'ju ndihmojë të prisni bukën, të përhapni një reçel të shijshëm, por në duart e gabuara mund të krijojë probleme të mëdha. Problemi i vërtetë i asaj teknologjie nuk është në nivelin tuaj aktual. Dhe kur teknologjia do të vijë e zbatuar në një mënyrë të tillë që ju të mos mund të zgjidhni më, por do të jetë kjo teknologji që do të zgjedhë për ju dhe do të kontrollojë.
Pa dyshim. Evolucion. Kjo teknologji është shumë e shpejtë. Por do të jetë sigurisht. Këtu kemi mundësinë t'ju ndihmojmë në një mënyrë të ndryshme. Por në jetën tuaj, në jetën e njerëzimit nuk. Ju gjithmonë shihni, së pari, të bini pak, të gërvisni gjunjët dhe të filloni të shihoni të rend. Kjo, teknologji, nuk ndodh në asgjë. Por, për një periudhë të mirë kohe, do t'ju sjell shumë konfuzion dhe gjithashtu që është në duart e disa personave të gabuara. Pastaj, gjërat ndryshojnë. Kur thua se gjërat do të ndryshojnë, është sepse do të ketë në një farë mënyre. Një rebelim. Do ta quaja ndoshta një rregullim. Do të bëhet më i vetëdijshëm dhe kështu do të zbatohen mjetët e riparimit. Rregullore. Që të mbrojnë më shumë. Por dua të filloj me këtë mrekulli para syve tuaj. Do të filloj të marr formën e vet dhe do të njihet. Tani jeni në momentin që e quani ekstaz me këtë teknologji, pastaj do të ndryshojë. Ju tashmë keni teknologji të tjera kontrolli. Por kjo nuk është më e rrezikshmja për ju. Duke pyetur nëse në këtë skenar fëmijët tanë mund të rrezikojnë të thirrën, të shkojnë në luftë. Sepse jemi pjesë e një aleance. Të kombeve? Ishte një pyetje e thjeshtë dhe e shpejtë. Nuk do të jetë kështu në momentin dhe metodën. Aleanca? Kontekste. Nuk kanë asnjë. Imponimin ndaj të tjerëve. Por janë ata që në një sistem diktatorial besojnë në diçka. Me si tanë. Është vërtet e tmeshme. Imponimi dhe atribuimi i vullneteve të të tjerëve. Çfarë nën, ajo gjyshja? Dëshiron të përgjigjet që jo. Askush nuk është vërtet me të vërtet i pazakon. Ari e pas që shikon shumë mirë. Ka edhe ata që kërkojnë të më ndihmojnë të gjej rrugën time. Më në fund një pyetje. E ne? Do me thënë, nuk është edhe aq e lehtë. Shpesh është shumë e vështirë të gjesh rrugën tënde. Po, arrija të ngrija shikimin dhe të shikoja qiellin. Sepse ju kanë mësuar për shumë vite. Ta shikoni në një drejtim të vetëm. Poshtë.
Kur për të pasur sukses. Të gjesh rrugën tënde, ka 3 faza. Së pari është të kuptosh atë që shikon. Kur jeni ju, vendosni trupat e të dashurve tuaj. Nuk jetoni. Së dyti, filloni të kuptoni se jeni gjallë. Në vend që të jetoni. Kjo forcë është më e vështira. E treta, që është mbi ju, mbi mendjen tuaj. Ka shumë që ju duan dhe ju dëshirojnë të mirën. Pastaj, çdo rrugë është e ndryshme për secilin prej jush. Por në realitet, është shpirti juaj që e ka kërkuar këtë. Dhe çdo herë, vështirësi, shiko, një dhuratë shumë e madhe. Dhe vlerësim, që më ofroni për të gjithë vitet përpara. Që jetojnë në dimensionin tuaj. Ose në një dimension metoksor. Që përpiqen t'ju ndihmojnë dhe të shpjegojnë saktësisht si dhe çfarë duhet të bëni për të jetuar dhe për t'u përmirësuar. Këta, në fakt, nuk ju ndihmojnë. Por më tepër, ju largojnë nga e vërteta juaj, rrugë. Kam parë njerëzit nga një epokë e mëparshme që kanë jetuar në mënyra që ishin para post-epokës. Por gjithmonë kanë pasur, për shembull, një konvent. Ashtu, si ajo. Për atë që sytë e tyre mund të shihnin. Dhe në këtë janë së bashku. Bëni fesar nga kjo. Ekzistojnë shumë më shumë. Se çfarë mund të shohin sytë tuaj. Dhe arrin të shohin. Po, Ariel. Pastaj më thua dhe të them këtë që shpeshherë kur kërkimi është shumë i fortë, është shumë. I dëshiruar, i tepruar, ndoshta edhe për këtë arsye nuk arrihet të shihet mirë. Sepse jemi, si të them, pak të mbuluar. Ndangthi për të gjetur. Ose për të kuptuar nëse po bëjmë gjën e duhur. Siç na pyet shoqja jon. Barbara thot, do të doja të dija nëse jam në rrugën e duhur. E dashura ime, Barbara. Je, por ende nuk është kuptuar më ndërisht. Ju jeni këtu. Përballë meje. Përballë nesh. Dhe ne të shohim ty. Perceptimi yt ndjen vibracionin ton. Duhet të kuptosh racionalisht nëse je në rrugën e duhur. Sepse shpirti yt tashmë njeh zërin ton, vibracionet tona. Je në rrugën e duhur. A nuk është ende kuptuar mendja jote? Syt e tu. Nuk shoh sa mund të shoh. Dhe shtoj me të drejtë, sepse në epokën tënde të jetës nuk ke nevojë për të na parë, se jemi lindur për të dim
se është ai që të ka krijuar. Ata që janë lindur para teje janë aty pranë teje dhe të duan. Për ty, ekziston. Gjithmonë. Dhe do të ekzistoj gjithmonë. Një tjetër që të do. Shpirti yt nuk mund të mbetet i kapur. Në një kafaz. Hekuri betoni mendor sepse do të vijë vërtet. Të dashurit e vjetër. Nga ky kafaz. Përdorni derën e bukur. Dhe mos u ktheni më, ju lutem. Mos përdorni gishta. Ky mesazh nuk është vetëm për ne, por për shumë. Është një mesazh i rëndësishëm dhe domethënës për të gjithë. Ekziston një mesazh megjithatë që duhet të përcillet sepse duhet të ndihmojmë një nën që ka humbur një djalë para 7 muajsh, ose më saktë, djali i saj tani 7 muaj. Ka pasur një aksident dhe u largua për shkak të këtij aksidenti. Pra, kjo nën Nadia. Pyesni. Mund ta ndihmojmë për djalin e saj? Është detyra ime t'ju ndihmoj. Fëmijë, A e shoh fëmijën tuaj? Të gjithë njerëzit. Na po të shikojnë tani. Dhe mund të ofrojmë mundësinë. Familjes tënde të flasë me ty. Por duhet të jetë një gjë. Një komunikim i vërtet dhe i thellë, zemër për zemër, midis nënës dhe djalit. Por unë mund t'ju them paraprakisht që djali yt është plot jetë, këtu. Shumë më shumë se e imja. Se kishte trup është i lumtur buzëqesh. Dhe ndjen zemrën tënde. Ndjen se zemra jote është e rëndë. Dhe e pikëlluar. Që do të ktheheshe duke buzëqeshur që kur të përqafonte dhe të shtrëngonte ose kur të bënte disa shaka. A është kjo nëna që ai donte të shite? Por a donte ta shite edhe tatin të lumtur? Ti, eja dhe shiko. Tani bashkohen nëse mundem me të vërtetë. Dhe pse ai? Dhe pra, dua të them. Edhe nëse nuk e kujtojmë. ja ku shkoni, faleminderit. Faleminderit, Adia. Shpresoj që me të vërtet Nadia është ende duke dëgjuar. Jalla, që është. Tam, dëgjuar. Fjalët e tua. Edhe pse unë besoj se për një nën është gjithmonë e vështirë të arrijë. Të ketë këtë lloj mbështetje të rehatis sepse dhimbja e ndarjes është gjithmonë më e madhe. Mendja mund të kuptoj, por zemra ende nuk arrin të pranoj. Për shumë prej jush ndodh kjo. Por dije se të gjithë ju,
do të ktheheni në shtëpi së bashku. Të gjithë në një shtëpi që shpirti juaj e di që ekziston. Në një shtëpi dhe jeni pjesë e një familjeje të madhe, ku prindërit, gjyshërit, fëmijët dhe nipërit tuaj janë aty dhe do të mbeten gjithmonë aty. Pastaj dikush do të kthehet. Dikush do të shkojë diku tjetër. Por do të jeni gjithmonë së bashku. Është në këtë dimension që jeni të ndarë dhe ndonjëherë dëshironi të ndaheni. Por kjo duhet t'ju bëj të kuptoni në fakt sa e rëndësishme është bashkimi ndërsa jeni të ndarë. Po, Ariadne, pra, ka shumë persona që kanë nevojë për ndihmë, që do të dëshironin të kishin përgjigje, madje edhe ata që duan të dinë për nënën e tyre. Edhe ata që duan të dinë për nënën e tyre. Çfarë më është? Në anën tjetër të perdes, siç thuhet. Ata që duan të dinë nëse kanë personin e duhur pranë. Nëse doni ta bëni së bashku, më punon. Pres që të më thuash ti, Mario, mjaft. Ju e dini ata. Është e vështirë të mos të kërkoj nga ti. Po. Është e vështirë edhe për mua t'ju shkput nga jo. Nuk mund të shpreh të gjitha pyetjet. Shiko, po lexoni një tjetër. Për një fëmijë që vdiq në moshën 12 vjeçare nga kanceri. Ja, është e vështirë. Faleminderit. Ligji i armatës është i pranueshëm. Ai fëmijë, një fëmijë i dhuruar, duhet të sillte ekuilibër për veten e tij, por edhe për prindërit. Nga zemra për nënën, për baballarët dhe për vëllezërit, është thyrë nga tmerri. Por si që shohun, ky fëmijë nuk e ka humbur buzëqeshjen. Tjetër, unë dua t'ju falenderoj për dhënien e mundësisë së mrekullueshme për të qenë fëmia juaj dhe ju prindërit tuaj. Tani është vërtet një Jezus. Më thua që është një Jezus profet. Dhe që ai vjen gjithmonë për të trembur, për të dëgjuar për një përditësinë dhe gjithashtu për një tjetër plotësisht. Dhe të bini që jeni të trishtuar. Por nuk është ajo trishtim që dëshiron të shohë në fytyrat tuaja. Është besimi dhe shpreson që të bashkoj këtë buzëqeshje do të kthehet tek ju sepse është marrë nga ju. Do t'ju bëj të kuptoni vetë që është pranë jush. Një herë. Faleminderit. Ari. Do të ishte bukur të mund të jepnim një përgjigje për të gjitha dy pyetjet e tjera.
Detyra e vështirë të qenit tani për të zgjedhur këtë lëmë. Është një jo, është një shërbim. Madje, sigurisht që është një shërbim, është një shërbim që Kërkon këtë përgjigje. Dhe nuk është sepse nuk dua, por sepse e di që përgjigjeve është tashmë në ju, por ende nuk e shihni. Por së shpejti do ta shihni. E po, ndërkohë, kur shoh mesazhet e shkruara nga ata që duan të thonë diçka për të dashurit e tyre, për nënën të kërkojnë falje. Ose, ki thonë, babait se u mungon shumë. Që duan t'i përqafojnë të gjitha ata që janë në anën tjetër. Jo, këtu është. Bëjeni. Thuaj. Nuk janë shumë larg jush. Po, jam në qiell. Por madhësia e tyre është disa hapa larg jush. Disa hapa larg shpirtit tuaj. Doni të përqafoni të dashurit tuaj? Përqafoni veten dhe mendoni se po i përqafoni ata. Ata janë afër jush. Të dashurit tuaj. Nuk janë të internuar, nuk janë të rëmbyer trupi i tyre. Por shpirti i tyre është i gjallë, është i ri. Është i mbusur me gëzim. Mos u kërkoni falje. Mbritni kokën si që ju kam thënë. Faleminderit. Dhe nëse ishin prindrit tuaj, shokët tuaj, gratë tuaja, fëmijët tuaj, në botën e dritës, nuk vuajnë. Disa nga thënjet e tua. Të vdekurit dhe shqetësimet lënë të jenë. Kur arrita të kuptoj me të vërtet nga vi unë. Është kaq e pamundur të përshkruhet që kaq shumë gëzim dhe bukuri ekziston. Ka edhe vende mund t'i quajmë mirë që nuk janë nga ne, por sytë tanë. Por për ne janë të bëra. Është një kult i rëndësishëm i bërë me tonin ton. Por e juaja e dashur. Shumica e ne janë për të jetuar. Dhe nuk e shohim njëri tjetrin. Një tingull i pastër i mrekullueshëm. Nga mirë. Nderoni jetën e tyre. Duajeni atë që ju kanë dhënë, atë që ju kanë bërë të bëheni, në të mirë, në sëmundje, në gëzim dhe në dhimbje. Ari, e di që ka një pyetje që sipas meje është shumë e rëndësishme për shumë. Për shumë. Si të ndihmosh dikë që nuk dëshiron të ndihmohet? Kjo është pyetja që më në fund është bërë. Edhe përgjigjja është e thjeshtë. Nëse një përbindësh, i dashur, ose edhe ju vetë, nuk dëshiron të ndihmohet, është sepse thjesht nuk është gati. Mosmaria nuk është gati. Nuk është gati në këtë moment. Ligjet e shpirtit
Ligjet tuaja u japin të gjithëve mundësinë të rritin në taksa disa më shumë e disa më pak. Nëse kjo person nuk dëshiron të ndihmohet, lërini në kohë nuk mundem. Në fillim ju shpjegova se njerëzimi ndonjëherë duhet të bjerë të gërvisë gjunjët dhe të shkoj me zemër. Benzonët tregojnë korrigjim të pastaj zgjohet. Dhimbje e rënjes, jo vetëm rënja fizike. Çfarë ide për të kuptuar për rregullimin e një dhome kujdesi? Në këtë rast është koha. Zgjidhja. Faleminderit. Gjykimi është ai që vendos. Për të shfrytëzuar një mendim fisnik, por duhet të jetë në gjendje të ndihmojë. Sepse nuk është e mundur të ndihmosh këdo personën tjetër më të rëndësishme. Ose është vetë do të trembemi. Nëse dikush nuk është ende gati, prisni, ndërkohë një tregues mbi veten tuaj. Dhe nëse jeni gjithmonë kurioz, bëni gjithmonë një pyetje vetes, por jo shumë racionale. Bëni gjithmonë. Dhe për mua, për të gjithë, është nga më të vështira. Kur një dashuri plaket për një dashuri, dhe unë dhe njerëzit që më kanë ndihmuar. Për kë, vetë vritet, nipi im Serena 5 vjet më parë. O vetë vra kishte 35 vjet. Ishte kjo pyetja, apo jo? Po bëhesh e zonja si unë. Oh, sa keq. Ti je gjithmonë kaq i sjellshëm me mua, por unë i njoh kufijtë e mi. Dhe unë që mendoja se do të humbja punën time pas kësaj mbrëmjeje. Si që shini, ne bëjmë shaka, buzëqeshim. Mos më flisni për këtë edhe ju. Ne bëjmë shumë shaka, apo jo? Ariel? Kjo është e rëndësishme. Bëni kujdes. Sepse tema e vetvrasjes është vërtet e lidhur shumë me ignorancën. Unë mund të shoh se ku është shpirti i kësaj personi. Aty. Besoj. Dhe ka nevojë për ndihmë. Por çfarë lloj ndihme? Nuk po ju bëj pyetjen juve. Dhe mos përgjigjeni, përndryshe do të qëndrojmë këtu gjithë natën. Dua pikërisht këtë reflektim. Ky shpirt ka bërë një zgjedhje. Dhe siç ju thash në fillim,
Ne nuk e braktisim askënd, por kjo gjyshe ka nevojë të kuptoj atë që ka bërë. Ka nevojë të mësoj. Dëshiron të thotë diçka që nuk na pëlqen, të shlyej. Jo. Të kuptoj. Çfarë mund të bëni ju? Pikërisht e kundërta e asaj që ju kam mësuar. Ju kam mësuar të harroni dhe të lexoni. Që është një gjë e keqe quajini. Fauci më të thella se ferri. Atë që ju e quani therri. Disa fe as nuk e festojnë aspektin e fundit. Përkujtimin e fundit. Të tjera madje që është shumë e rëndë. Të shpjegojnë se tani janë në paqe. Jo. Jo. Të shpjegojnë se kam mbaruar. Jo. Nuk e dua veten. Erdha tek unë. Nga shumë lutje. Nuk kanë lutje për të përsëritur punët e tij të cantilena pa asnjë shprehje. Mirë më tarë. Sepse nuk është se kanë gjëra të tjera shumë të rëndësishme. Lutjet e tyre zbulohen të gjitha. Përsëriten me zemër. Dashuria jonë, përmes lutjes suaj, mos e jep deri në fund. Deri në një largësi të largët. Dhe mos e çoni ku një e vetme. Është iniciativa e dur. Por është një largësi. Që ju arrini, të jepni. Emrin tuaj. Dhe nuk keni pasur si të mundeni. Të jetoni. Këtu, brenda dimensionit tuaj. Në shumë prej tyre. Një përshëndetje, një. Përshëndetje për autorin tim. Që ata duan akoma. Më shumë të jetojnë si bota dhe gjithashtu. Por gjithashtu, që janë si unë në këtë moment. Po prekim dorën ton për të prekur atë ajër. Vazhdo të lutesh. Do të ndjesh përqafimin tënd të madh që ke ndjerë ndonjëherë. Dhe edhe kjo është një nga punët tona. Është një organ i dytë i rëndësishëm. Që nëna e të gjitha nënave që në rajonet të tjera jashtë botës në qytete të tjera. Kemi kërkuar lejen e saj. Faleminderit. Që lutem. Me zemër të madhe dhe të ngrohtë dhe të dashur. Ime e dashur e shtrenjtë.
që është aq e madhe sa mbreti, sa është e madhe në thesar e fjalëve tona, dhe që engjëlli juaj mbrojtës është aty dhe na dëshiron gjithmonë t'ju ndihmoj. Dhe lutemi që të jeni gjithmonë në harmoni në zemrën tuaj, në formën tuaj. Dhe duke shkuar për të parë, në dhe të shijuar peizazhin e bukur përreth, duke vëzhguar detajet e natyrës dhe duke ndjerë freskinë e ajrit të pastër. Dhe do të qetësohemi. Që nuk vdes. Që nuk prek buzët. Që të gjitha ata që janë këtu me mua dhe me të që janë në këtë moment, do ta dëgjojmë. Dhe dëshira jonë me të që duam çdo ditë, çdo kohë. Faleminderit Erika, faleminderit. E bia që do të vish. Me këtë kohë kaq, të lëshme. Ti gjithmonë arrin kur ka momente që na bëjnë të kuptojmë se kjo njerëzit është pak e humbur. Humbet pak nga rruga. Dhe kështu, vërtet faleminderit për të gjitha fjalët që na ke dhuruar dhe për shumë të tjera. Udhëzimet që kemi mundur të marrim përmes njohurive të tua dhe përmes fjalëve të tua. Unë falenderoj shumë miqtë tanë që ishin të pranishëm. Dhe shpresoj që të gjithë të mund të shkojnë të flenë shumë më të pasuruar, shumë më të fortë dhe gjithashtu shumë më të qetë. Ku janë veksione? Si mund të dëgjosh aria dhe të mos ndihesh? Të përshkoj gjithë trupin me një ndjenjë. Paqeje, force, vuajtjeje. Kjo është të tyre dua, nuk është frika që duhet të jetojmë, nuk duhet t'i nënshtrohemi. Këtyre vizioneve të frikës, por vërtet të jetojmë me këtë. Shpresa jonë dhe me këtë besim tonë, veçanërisht në lidhje me veten tonë. Atëherë, po e lëri çfarë do të shkoj, sepse shoh që po del. Ngetrënjës. Dhe kështu. Me të vërtet falenderoj përsëri të gjithë ju miq të dashur që ishit këtu këtë mbrëmje. Ju jap takim të hënën me leksionet e ardhshme të lutst. Ju falenderoj për afërsinë tuaj, për dashurinë e madhe, besimin dhe respektin e madh që na dëshmoni edhe në mesazhet tuaja. Faleminderit, regjistrohuni në kanalin ton, siç ju them gjithmonë, bëni një gest. Faleminderit, me dashuri dhe mirënjohje ndaj këtij punimi ton vullnetar. Dua të falenderoj të gjithë stafin të SR, sepse është pikërisht gjithmonë kaq i pranishëm dhe pjesëmarrës në aktivitetin e kanalit. Dhe kështu ju falenderoj me të vërtet nga zemra dhe ju jap takim. Për javën e ardhshme me Lugje. Por së shpejti do të kthehen për të rifilluar zyrën e shtypit të planeve të larta dhe për të folur. Për të gjitha mësimet që janë përfshirë në manual. E jashtëzakonshme për të jetuar jetën. Faleminderit nga zemra të gjithëve, faleminderit, 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 faleminderit Aria, faleminderit Ritsarto, faleminderit Universi, që na dhuroi këtë kohë kaq të lartë dhe kaq të veçantë. Së shpejti do të takohemi përsëri, miq të dashur.